Izraeli dhe Irani nuk janë në luftë vetëm me armatim ushtarak, por edhe me dezinformim duke përdorur inteligjencën artificiale. BBC Verify shkruan se që prej nisjes së sulmit nga ana e Izraelit kundër përgjigjja e Iranit ka ardhur edhe përmes disa videove të krijuara nga inteligjenca artificiale, që tregojnë pasojat e sulmeve ndaj objektivave Izraelit. Por media britanike shkruan se këto materiale filmike të publikuara nga Teherani, vetëm 3 prej të cilave janë ndjekur nga mbi 100 milion përdorues të rrjeteve sociale janë të rreme. Përmes tyre, sipas BBC Verify, synohet glorifikimi i kundër përgjigjes ushtarake të Iranit ndaj Izraelit. Një postim i shpërndar gjerësisht tregon një avion të dëmtuar pasi u rrëzuan në shkretirën iraniane. Megjithatë, shenjat e manipulimit të inteligjencës artificiale sipas BBC ishin të dukshme, ku civilët përreth avionit si dhe automjetet kishin të njëjtën madhësi. Por në betejën e dezinformimit më pas nuk qëndron edhe Tel Avivi, ku përmes llogarive pro-izraelite janë ndarë gjithashtu dezinformata në internet. Sipas medias britanike, materialet e pavërteta të publikuara nga Izraeli janë kryesisht klipe të disa protestave të vjetra të zhvilluara kohë më parë kundër regjimit të ajetollave në Iran. Qëllimi i vion artikullin e saj BBC Verify është që të krijojë klimën e tensioneve dhe revoltën e popullit iranian kundër vendimeve të udhëheqësit të plotfuqishëm të Teheranit, Ayatollah Khamenei.